Gimbon jo, po themi, pra, janë disa gjëra që ose ta mbaroj mendimin tim. Pra Miri ka qenë fair me ty. A ka fituar Miri nga loja? Miri mund kishte bërë një lojë tjetër me dikë tjetër. Mund kishte bërë një lojë shumë të mirë me Lornën. Pse? Sepse e njifte nga jashtë, mund kishte bërë një lojë shumë të mirë me Stelinën. Mund kishte bërë një lojë shumë të mirë me Loren. Po pse se bëri pra? Jo, sepse kjo u vetofrua e para. Kjo nuk u vetofrua askush. Jo, ju dha shansin Kristi, shkua në krevat, mund të ikte nga krevati. Fal, mund të ikte nga krevati, ky tha, pranon të bëhesh partnere në lojë me mua, po pranoj deri në finale. E kemi dhe në klip. Do shkojmë bashkë deri në finale. Po kur e mori vesh Miri? Çfarë mori vesh Miri? Atë që mori vesh. Atë që mori vesh Miri. Se vazhdoi të rrinte. Po Mirin shkon vetë ajo nga mbrapa. Katastrofë. Sepse në fund të ditës pyetja e të gjithës kësaj meseleje që vazhdojmë të merremi çdo të marrë dhe të shtunë tuaj se pyetja e vetme nga e gjithë kjo gjëja. Kush përfiton më shumë? A përfiton Miri apo përfiton Selin? Unë mendoj që ka përfituar Selin. Kjo është ideja. Kjo përgjigje është ajo që na ngatron të gjithëve. Jo, është e pandershme nga ana jon. Kur tani kemi shpinë të lidhur Miri dhe Selinën që të themi kur Miri mori vesh diçka. Po kur Selin mori vesh diçka? Këtë pra po themi. Çfarë mora vesh unë? Po letrën e babait, a e lexove ty? Unë e lexova dhe në letër është shkruar, meqense unë nuk kam dashur ta hap më, po meqense jo s'ka asnjë gjë të keqe, do shumë e mirë letra babait tonë. Që nga krevati nuk duhet të jesh ti ajo që duhet të largohesh. Dhe unë dhe te diskutimi me Shndritin i kam thënë, po kur të pyeti Miri, atë i nga krevati, pse se duhet të jetë nga krevati? Si? Kur të pyeti Miri, atë iku nga krevati, ti kishe thënë Miri nga krevati. Pyetur kur? Të kam pyetur. E para njerë për te pjesa krevatit, se nuk e di se çfarë the që ti ke dashur, do të thënë Miri të ka zgjedhur ty si aleate, po të ricitoj disa fjalë të Mirit të thëna jo më larg se para 2-3 javësh, ku ka thënë që fillesa jon me Selinin ka qenë që neve na u dha një sfidë. Ajo e superoi dhe unë thash, okay, kjo vajzë që ka inteligjente dhe mund të luaj. Miri mua nuk ka pyetur a do të jesh aleatja ime dhe unë i kam thënë po unë dua të jem. Miri inteligjent, Selin dakord. Unë me ty shkoj deri në finale. Në një farë mënyrë Aleancë. Miri deri sot. Miri deri më sot këtë video që ti po thua, do shkojmë deri bashkë në finale, deri sot Miri e ka quajtur se një bisedë shaka, sepse ishte natën e dytë. E kam quajtur unë apo e ke quajtur ti apo e kemi quajtur të dy? Neve po bënim plane për ditën e dytë për finale. Po, dokumentet e episodit ka qenë e tillë. Tim ke ardhur ke thënë po unë dua të vi në finale, nëse ka qenë një bisedë për shaka, ditën e dytë për ditën e 120. Po pse mbajte lojën atëre? Si? Pse mbajte lojën? Nuk ka qenë shani, sepse ishte shaka për shaka. Kur? Ditën e dytë. Po pastaj vazhdimi. Nuk është argument Selin, nuk është argument. Monika, ti çfarë nuk pëlqen mua, meqense do ta dish, edhe si vajza ndoshta më kupton shumë mirë. Her pas here këtu janë dhënë disa klipe. Këtu kanë ardhur shumë po drejtor Monikës. Këtu kanë ardhur shumë banor të rinj, kur kanë ardhur të mirë dhe kanë thënë ty s'të vjen turp, se ti nuk e sillesh me atë vajzë në mënyrë të drejtë, se ti mundohesh ta manipulosh, se ti kështu, ti po e dëmton, ti këtë, ti ande. Po ti nuk e ke menduar që këta banor kanë marrë prajmin duke u marrë me Mirin? Po mundohem të flas në këtë shtëpi, po mundohem të flas një vajze, ndoshta edhe një zemre nëne. Kupton? Po patjetër, më shpirt, patjetër. Ta mbaroj argumentin deri në fund. Ku këtu kanë dalë shumë klipe ku në një mënyrë ose një tjetër, dhe pse Miri ka dalë keq si protagonist, antagonist dhe ai personi që Miri ka dalë keq me ka qenë Selin. Dhe sot në shoqërinë tonë e dim shumë mirë që më shumë gjykohet një vajzë që nuk bën qëndrimet e veta për respekt të një raporti. Jo, Selin, nuk është Selin nuk është kështu. Se jam dhe unë burr i martuar. Selin nuk është kështu. Kam dhe unë një fëmijë që i mora të gjitha mbi spatulla për të rrezikuar për të lojë që bëm të dy për ta çuar të lojë në këtë pikë. Jo, po prit po. Unë s'pas kam shumë. Jo, po jo ta mbarosh ti. Ta mendoj që ndoshta nëse unë ditën e tretë nuk do të kisha thënë prap me shaka, se unë akoma nuk isha ambientuar me lojën dhe me shtëpinë. Por unë i thash Mirit, "Ua, po ti pas ke moshën e babit tim, ndoshta Miri kur nuk do ta trajtonte këtë marrëdhënie si prind dhe fëmijë." Jo, ma ke thënë na besim. Ku kemi folur atje? Dakor, Miri, nëse ti thua që kam dhe unë grua, kam dhe unë fëmijë, jam dhe unë i prekur nga kjo marrëdhënie. Po. Jo, nuk prit Miri, prit ki durim të lutem. Po mirë se thash ashtu. Atëherë pse
shqetësohesh kaq shumë nga pika që derdhi gotën. Pra, Selin vjen, ju mbush kupa dhe thot, unë me ty deri këtu. Për te, s'dua më. Një njeri që ka qenë kaq i prekur, sepse ka grua, sepse ka fëmijë, sepse i është katruar jeta, mund të kishte thënë, Selin, falenderit, se dhe mua më ke dëmtuar shumë, qofsh nosh, shkofsh në finale, ose dalsh nga dera e Vodafonit. Fal, po loja Jo, të lutem, Monika, po mirë. Po loja gjatë strategu e gjen venin me dal. Monika, të lutem, se është konkrete gjëja. Bëj betejë tjetër nga fillimi. Monika, nuk është për betejë tjetër nga fillimi. Jo, gabim s'kam bërë asnjë. Është konkrete gjëja, sapo tha që ke bërë gjë kundër është dëmtuar edhe ky. Kurrizit tim. E ke bërë të msheur derisa e shpore ditën të shpella. Miri, ke një përgjigje për këtë? Atëherë, po kam përgjigje, po Selin e dim tani se si flet, edhe nuk të lë të flas. Jo, s'ka gjë, se dua nga ty, Selin, të lutem jam u prap pjesë. Selin, të lutem mos më lyse, dua nga Miri këtë gjë. Jo, më mirë do pushoj unë për ty patjetër. Selin, nuk do pushoj, dua nga Miri këtë gjë. Ti pushoj, unë e pushoj. Kur them ti pushoj, ti nuk pushon. Miri, përqendro. Edhe të ka toleruar shumë këtë pjesë. E keni shumë të bukur këtë gjë që bëni. Ledion. Dhe e bëni enkas. Jo, unë se bëj enkas fare se unë e kam lënë në çdo prime të flasi dhe të shpjegohet. Enkas. Përgjigju pyetjes, nëse mundesh. Po ta them unë. Atëherë, me që thot Selin që kjo ka pasur probleme dhe gjykohet që është 23 vjeç dhe ka të gjithë shpinë kundra për të gjitha gjërat që i thon kundrejt meje, po edhe unë e kam pasur këtë barë të kratë e mi për të gjithë gjë që kam jashtë. Edhe unë jam gjykuar për këtë gjën nga i gjithë shtëpia dhe kjo s'ka thonë asnjë fjalë për atë gjën. Edhe mua më ka thonë ti e tradhton të 100 gjërat me inqeste me çfarë duash ti. Atëherë pse të shqetëson prishja e marrëdhënies së jashtme nga Selin? Një sekond, nuk më shqetëson asnjë moment prishja e marrëdhënies me Selin. Më shqetëson që ka kurdisur plane kundra lojës time dhe lojës ton pa më thënë. Pa më thënë, dhe e ka bërë këtë gjën me kas. Me kas. Jo, kjo nuk është fare vërtet, po. Po, sepse mund të më thoje, unë nuk votoj askënd që do ti. Do bëj lojën time. Nuk the votoj. E kupton shumë mirë ti se ne kuptojmë me sy. Me sy kuptojmë. Pse se kuptove kur unë thash pse këto 3 votat që the jo, thash po, mua më interesojnë këto 3 votat. Qartë, okay. Po pra se më intereson disa tjetër e banorëve të kthehet në living. Lediona, mund të them një fjalë të fundit fare? Mund ta thuash ndërkohë që kthehet pjesa tjetër. Big Brother është eksperiencë që ndoshta vjen një herë në jetë, jo ndoshta, po vjen një herë në jetë ose të paktën atëherë që të vjen do ta trajtosh më së miri. Dëshira ime ka qenë që në një pikë të kësaj loje dhe ajo pika ka qenë në këto momente që unë e kam djerë, kam dashur që këti Big Brotheri mos i lë më nofkën, ti Big Brotheri ti mos i lë më nofkën e Selin, i Krevatit dhe i Mirit, po ndoshta ti lë emrin e Big Brotherit, Big Brotheri Selin. Edhe thjesht kjo gjë e shpjeguar me Mirin, edhe kjo vetëm Selini të japi përgjigjen që do Selin. Po do të flas edhe unë. Mua më vjen shumë keq që unë Mirin atë debat unë me Mirin kam gjithë kanë parë Big Brother nga dita 1 deri në ditën e 56. Duke i thënë Mirit që respekti i drejtësisë dhe marrëdhëniet tonë njerëzore mbetet po i njëjtë. Dhe mua njëkohësisht nuk ka ardhur fare mirë kur unë isha në përshpit dhe gjija Mirin në zot sep duke folur për mua, kur ndërkohë unë thash që kjo bisedë, ky debat do ngeli në diskusionin e ja ku ke gjithë banorët. Me senatin e parë, ti ke folur, te ka marrë vesh shtëpia që do të bëjë. Me senatin e parë. Ju këtë bani, a kupton? Çfarë kam bërë aty? Miri, për ta mbyllur. O Ledion. Miri për ta mbyllur. Ledion, për ta mbyllur, unë këtë marrëdhënie e kam nisur si sfidë, sepse mu dha për të më çuar në një tjetër situatë, unë e kam marrë situatën, e kam hedhur të shpatat e mia dhe i kam thënë Selinës do vish ta vazhdojmë bashkë të gjën, po ose jo, dhe më ka thënë po, i ka leverdisur deri në momenti që ajo ka vendosur vetë të iki pa më thënë. Po s'ka asnjë detyrim ndaj teje, Miri. Nuk ka leverdisur, nuk ka asnjë detyrim ndaj teje. Nuk e ke mbajtur ti Selin mbi kurriz, as të ka mbajtur ajo ty mbi kurriz. O Ledion, situatë që më ka ardhur gjithë shtëpia kundër. Shiko, Miri, po të them një gjë dhe pastaj ti do kesh kohën tënde për ta menduar. E di cili është problemi në gjithën këtë histori, të paktën me mendsinë tënde,
ti Plago, ke një mendësi pronësie. Dhe e ke kur e thuaj që gjërat e mia janë të mia dhe unë jam xhelos për gjërat e mia. Dhe nuk di se më bën të mendoj që ti në kokën tënde mendon që Selin është e jotja me thonjza të vendosura. Dhe prandaj të lëndon kaq shumë fakti që ajo ka bërë këtë zgjedhje për të ikur nga strategjia që ju ndërtuat gjojat bashk dhe nuk të është konsultuar me ty përpara. Pra kjo është ajo që unë nxjerr duke të njohur ty 57 ditë. Ky është mendimi yt. O Ledion, ky është mendimi yt. Po patjetër që imi është. Po, atë jap dhe unë një koment apo ta lëm kështu. Po kemi 46 minuta që dëgjojmë komentet tuaja. Komenti. Se qoftë mbyll me këtë koment, atëherë do të thotë që e vërteta është kështu. Jo, nuk është e vërteta ashtu, po të lë ty me këtë koment. Unë nuk jam pronar i askujt. Unë kam thënë, jam xheloz dhe i dua që të shkoj deri në finale, deri në fund strategjisë time, me gjërat që janë me mirë kuptim, sepse ajo ishte me mirë kuptim në lojën që ne kishim krijuar. Ka mirë kuptim asdere s'ka mirë kuptim. Dhe tu ka një ndryshim shumë të madh. Unë nuk e kam detyruar kur që ajo të bëj lojën time. Kurse unë kam shkuar edhe te loja saj, për kur ma ka kërkuar. E di cila është e bukura e Big Brotherit, Miri? E bukura e Big Brotherit është që është tjetër gjë të jesh aty brenda, është tjetër gjë të jesh aty jashtë, dhe është tjetër gjë të jesh shikues 24 orë në 24. Prandaj ca gjëra i lë me 3 pika, sepse secili prej jush që do të ketë fatin të vazhdoj të qëndroj akoma aty, me këto 3 pikat, nëse do të kupton, në të kundërt, askush prej nesh nuk mund të zbrazd vetat dhe të mbush të dikuj tjetër. Dakordë? Jam dakord. Unë i logjikoj gjërat dhe strategjin time e kam si banor i kësaj shtëpie. Ju pastaj jepni opinionet e juaja, edhe të gjithë banorët që janë këtu, le t'japin komentet e tyre. Komentet e tyre unë edhe do t'i marrë për bazë, edhe nuk i marrë për bazë, sepse këtu jemi në lojë dhe këta do më sulmojnë me të gjithë mundësinë e tyre për të kundërshtuar lojën time. Kjo është loja e Big Brotherit, është normale. Po unë nuk do marrë për bazë çfarë thon të gjithë banorët këtu. Po patjetër, do marrësh për bazë vetëm atë që të pëlqen. Logjikën time dhe strategjinë e lojës time. Qartë, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Ndërkohë, është momenti të falenderojmë aplikacionin më të mirë të deliverit në Shqipëri, Foodini. Çdo porosi nëpërmjet Foodinit është një vakt i përgatitur me dashuri, sjell deri në derën tënde brenda vetëm 30 minutash me kujdes dhe përkushtim. Shkarkoni dhe porosisni vaktet tuaja në Foodini, kick your hunger. Vetëm pas pak vendimi për Kristin, a do të futet apo jo në shtëpi, televotimi vazhdon, që qëndroni me ne.